Kandidati për kryetar të komunës së Gjakovës nga Lëvizja Vetëvendosje Ardian Gola u drejtua në qendrën e votimit 0201 në Gjakov rreth orës 11. Ai tha se 12 tetori është ditë feste ku qytetarët ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar për të mirën e qytetit. 12 tetori është njëra nga datat kalendarike dhe njëra nga ditët e Zotit, por 12 tetori këtij viti është ditë zgjedhore. Është ditë feste, ku qytetarët me votën e tyre e freskojnë pushtetin, qeverisjen lokale dhe konsiderojnë që me votën e tyre ata e artikulojnë zërin e tyre bindshëm, fuqishëm dhe me zërin e tyre, me votën e tyre që deponojnë në kutitë e votimit, përcaktojnë dhe farketojnë të ardhmen 4 vjeçare të komunës. Unë ftoj gjithë qytetarët që këtë drejtë ta shfrytëzojnë, pasi që është fort më rëndësi që të kemi një përfaqësim edhe legjitim, por të kemi edhe një qeverisje sa më legjitime. Theksojmë se në këtë qendër 0201 në Gjimnazin Hajdardushi janë 5 vend votime.